Gjesti thumbon Eglin, unë e ka mësuar të luaj, nuk mundet ajo. Egli tako është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP. Këtë herë, ajo bëri të ditur se po kthehet për veten dhe për familjen, duke theksuar se do të mbajë distancë nga Gjesti, të cilin e ka fajsuar për shumicën e gjërave negative në lojën e saj të mëparshme. Megjithatë, menjëherë pas hyrjes, Egli është treguar e ftohtë dhe e rezervuar ndaj Gjestit, duke u munduar ta shmangë atë me çdo kusht. Ndërkohë që disa banor po qëndronin në obor, ata filluan t'i vërsuleshin Gjestit, ndërsa ky i fundit nuk hezitoi t'i kthente një thumb Eglit. Një femër mua, kur unë vetë femrën e ka mësuar si të luaj, nuk mundet ajo të më mësoj mua. Natën e mirë, u shpreh Gjesti me një ton ironik, duke nënkuptuar se Egli po mundohet të luajë një lojë që ai ja ka mësuar më parë. Sot Egli është përpjekur ta sfidojë Gjestin publikisht, por deklaratat e saj duken kontradiktore dhe të motivuara nga strategjia e lojës. Gjatë një bisede në obor, ajo ju drejtua artistit nga Kosova duke i kërkuar që të mbajë përgjegjësitë e tij. Nuk kam ardhur këtu të sulmoj as të fajsoj, bëhu burr dhe mbaj përgjegjësitë e tua, i tha ajo me një ton imponues. Gjesti ju përgjigj qetësisht por prerë, as pas kam qenë burra? Pas kësaj, ai u largua nga oborri, duke lënë Eglin të vetme dhe të paqartë për shëndrimin e saj. Sjellja e saj e re dhe ndryshimi i papritur në strategjinë e saj kanë ngritur shumë pikpyetje mes banorëve dhe publikut. Nga një lojtare që dikur pretendonte të ishte afër Gjestit, ajo tani duket se po përpiqet ta viktimizojë atë për përfitime personale në lojë. Në këtë situatë, Gjesti po del si viktimë e një loje të ftohtë dhe të kalkuluar, ndërsa Egli gjithnjë më shumë po zbulohet si dikush që ndryshon qasjen në varësi të interesave të momentit. A do të vazhdojë ajo këtë qëndrim, apo do të zbulohet se strategjia e saj nuk është aq e qëndrueshme sa pretendon? Kjo mbetet për t'u parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!